Mirë gjetur nga horoskopi nesër. Këtu është horoskopi për ju nga e mërkur 12 nëntor 2025. Dashi. Bërin takime të rëndësishme biznesi, propozime interesante. Buzëqeshja ja vlen arë. Demi. Periudhë konstruktive ka nga ata që fillojnë një rrugë të re e pune që nuk do të jap rezultate të menjëhershme. Ditë pozitive për marrëdhëniet edhe në distancë. Binjakët. Do të dëshironi të keni më shumë liri dhe më shumë pëlqime, të jeni më mirë pranë njerëzve që janë afër jush. Mos e shtyni menjëherë atë që mund të bëni. Gaforja. Është e mundshme që në këtë ditë dikush do t'ju bëjë një ofertë ose një ftesë. Nëse jeni vetëm, tani do të duhet të gjeni përsëri dashuri, t'i besoni personit që doni më shumë. Luani. Pasi të prisni një hap përpara në biznesin tuaj, fillon një fazë krijuese dhe shpërblyese për imazhin tuaj profesional. Lajmet pasdite, një interes zgjon në dashuri, por shmang marrëdhëniet me njerëz që janë shumë të largët ose tashmë të lidhur. Virgjeresha. Një periudhë shumë e fuqishme po vjen edhe për ata që duan të provojnë një setup të ri në fushën profesionale. Tani gjithçka ndryshon dhe edhe zemra bëhet protagonist në jetën tuaj, takime të preferuara. Peshorja. Dita mund të sjellë disa lajme të mira, veçanërisht nëse punoni vetë. Ekziston një ndjenjë e veçantë me një njeri dashi, mundësi me luanin. Akrepi. Kjo është një periudhë që kërkon pak vëmendje në marrëdhëniet e punës dhe nuk përjashtohet që tashmë të keni marrë një rikonfirmim të vogël, gjithmonë më mirë se asgjë. Ju nuk jeni dakord me idetë e një personi që nuk mendon si ju. Shigjetari. Projektet e reja janë të rëndësishme, puna do të ofrojë diçka më shumë, por në dashuri ju duhet të pastroni disa situata të vështira. Ditë tepër e paparashikueshme. Britsjapi. Është e vështirë të ndihesh rehat, veçanërisht kur planifikon të bësh kaq shumë gjëra të ndryshme. Një vonesë e vogël mund të krijojë siklet, nëse një person është kundër jush, ju mund të kundërshtoni. Ujori. Je shumë i emocionuar edhe dëshiron të ndryshosh shumë gjëra. Pas dite plot angazhime, një periudhë që sjell përgjigje për ata që bëjnë kërkesa specifike. Peshqit. Në shtruar ditën, në këtë moment mund të merrni marrëveshje të mira në punë, por kërkon shumë durim dhe guxim të përpiqeni të kapërceni disa pengesa. Regjistrohuni dhe aktivizoni njoftimet për të marrë horoskopin tuaj çdo ditë. Së shpejti.